Një video e veçantë po qarkullon në rrjetet sociale dhe ka tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut. Në të shfaqet fenomeni shkodran Louise Ailey, i cili shihet duke mbajtur në krah vogëlushen e tij, Luna Mari, teksa ndodhen në një kafene në Tiranë. Pamja është tejet e ëmbël dhe natyrale, duke treguar edhe njëherë lidhjen e ngushtë mes një babai dhe vajzës së tij. Louise, i njohur për karizmën dhe thjeshtësinë e tij, shfaqet me një buzëqeshje të ngrohtë ndërsa mban fort Lunan në krah. Vogëlushja, me flokët kaçurela dhe shikimin e pafajshëm, duket e qetë dhe e lumtur pranë babait të saj. Të pranishmit në lokal nuk kanë mundur të mos e shohin me simpati këtë moment, i cili rrezaton dashuri dhe ngrohtësi familjare. Ky çast i thjeshtë, por i mbushur me emocione, ka prekur shumë ndjekës në rrjet. Përtej famës, angazhimeve dhe zhurmës së përditshme, Louise dëshmon se mbi gjithçka qëndron roli i tij si baba. Ai qëndron pranë Lunas në çdo hap, duke e shoqëruar, përkëdhelur dhe duke i ofruar një fëmijëri të mbushur me kujtime të bukura. Pikërisht këto momente të përditshme janë ato që ngjallin më shumë dashuri tek publiku. Jo vetëm një artist i suksesshëm, por edhe një prind i përkushtuar, Louise tregon se lumturia shpesh qëndron në gjërat e vogla, një përqafim, një buzëqeshje dhe një shëtitje e qetë në qytet me vajzën në krah. Ky imazh, tashmë i shpërndar gjerësisht, është më shumë se një video e zakonshme. Ai është një kujtesë për të gjithë se dashuria e pastër dhe momentet e vogla familjare janë ato që mbeten të paharruara. Për publikun, Louise nuk është vetëm një figurë e njohur, por edhe një shembull i ngrohtësisë dhe thjeshtësisë, duke dëshmuar se roli i një babai është ndër më të çmuarit në jetë. Ky moment i ëmbël ka sjell një valë komentesh pozitive, ku shumë admirues shprehin respekt për mënyrën se si Louise po e rrit dhe përkujdeset për Lunan. Shumë prindër janë ndjerë të përfaqësuar, duke parë tek ai të njëjtin përkushtim dhe dashuri që ata ndajnë për fëmijët e tyre. Për publikun, kjo video nuk është thjesht një pamje e një dite të zakonshme, por një dëshmi e fortë se dashuria prindërore është ajo që mbush jetën me kuptim dhe gëzim të vërtetë.